Atëherë përfitoja xhenetin nëpërmjet dhuratës gruas që ja jep, nanës, dajës, akrabas, farefisit, shokit. Prandaj një prej sebepeve të përfitimit zemrës vllaut, mos ta na shkalojna wala tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, mos e nënçmo dhe e vogël më kanë një send, se jetë në zemrën tënde dhe bëhet shkak i udhëzimit. Pasha Allahun e madh, se kam përmend asnjëherë, kam e përmend për herë të parë. 38 vjet i ka, unë i kom pas 7 ja 8 vjet, 7 vjet e gjys 8. Hoxha, i cili ka një imam në xhamin ton, 1 dinar të hekrit ma ka dhënë në vitrin e namazit që më ka dhënë xhumin në xhami. Çaj hoxh masi kam na dhënë selam në recatën e fundit, në vitër namaz, në sejdë më ka dhënë xhumi mas asaj në ka ardhur më ka përgdhel dhe më ka dhënë 1 dinar. E atë dinarun e 38 vjet kurse kum harru. Çaj dinar ka zonë në zemrën time vend dhe unë vazhdimisht baj dua për ta. Edhe mas 38 vjet dhe përmendin xhami hejdijen e hoxhës, Molla Muzaferit, Allah i në xhenet e qoftë, edhe e shpërblev dhe i dha shnet Allah i madh, i cili ka qenë imam xhamin ton. E kam përmend, jam të përmend për shkak hejdijes të vogël, 1 dinar ka zonë vend në zemrën tënde. Prandaj ti jep dhurat që Allahu ta shton dashurinë edhe të bëhesh shkak që hejdia jote të bëhet shkak për udhëzimin e vllaut tënd. Na jetojna me mirësitë shumë të dynjas të jetës. Për na porosit pejgamberi alayhis salam, me dhon hejdije, ko ka prej sebepeve që njeriu e përfiton zemrën. Nuk është më rëndësia ki parët ja s'ki, a je e pasur ajo. Nuk është më rëndësi sa është hejdija e madhe, edhe simbolike me kanë shumë e vogël. Hejdija në shariatin e Allahut, në sunetin e pejgamberit alayhis salam, ka peshë dhe domethënie të madhe. Shumë zemra të muslimanëve kanë deviju për shkak hejdijes të evropianëve në Shqipëri edhe ma gjanë. Shumë fe tjera me buxhetet të majme, duke i agjitu, duke i thirrë shqiptarët e tonë, edhe duke i thirrë në përgjithësi njerëz që nuk kanë njohuri shumë rreth fesë Allahut, një prej formës që i kanë përfitu muslimanët, i kanë deviju në dalalet, buzëqeshje atyre e rrenjshme, fjalët e amlat tyre dhe treta me dhurata të ndryshëm të lloj-llojta që i kanë përfitu. Islami para 1400 vjetëve na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që se don me përfitu zemrën e vllaut tënd, sidomos në këtë kohë dinamike, mos e neglizho hejdijen edhe vogël më kanë, se hejdija është shigjeta më e mirë që e përfiton zemrën e vllaut tënd. Edhe e vogël më kanë. Vallahi ka njerëz që e kanë pas mendim të keq për tjetrin, kur ja ka dhënë një hejdije ja kanë zbut zemrën. Kjo natyrshmëria e njerëzve, Allah ja ka kriju insanin çështo. E kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na porosit edhe po thot tahabu. Epni dhurat, Allah ja shton dashnin për hir të Zotit. Nuk është më rëndësi sa jep ti hejdije, po është qysh e jep. Unë jam të dhënë që këtë hejdije për me shtu dashnin se e kam vlla dhe ky e meriton këtë dhurat që unë ja jap atina. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. A ka xhennet? A ka mundsi dikush me hyjë në xhennet pa iman? S'ka. Elhamdullah që Allah i na ka dhënë imanin. Wa lan tu'minu hatta tahabu. Edhe s'kini besu Allahin derisa nuk duheni mes vete. A mundesh me dash vllaun tan pa u koni buzëqeshur, pa i dhënë selam edhe pa i dhënë hejdije? Atëherë rezultati i dashurisë ndaj vllaut tan dhe dertit ndaj vllaut tan është që ti kur të blesh hejdije dhe ja jep atina vllaut, ja ke përfitu zemrën dhe bëhet shkak që atina zemra më ju zbut dhe më udhëzu në rrugën e drejtë. Sebabul hidaye, se ka shkak që dhurata jote më bën shkak i udhëzimit të vllaut tan, shkak për më udhëzu. Dhe ka shumë raste në histori që kanë ndodhur kështu. Në historinë më të mirë e kena të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lipi garancion prej kujna. Në çlirimin e Mekës, një njeri ishte lipi garancion 2 muaj pe pejgamberit i dha 4 muaj.
E murë me vete, më konë çlirimin e Mekës, vetëm sigurime pas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e majte me vete, të lovi hala. Një ditë prej ditëve i tha, e pa mas çlirimit një luftës, dhen pasuri, tokë, tha o filan, tha, ki dëshirë më kanë këtë tuat? Thot, po si s'kam, thot tuat jam, po të japë që ta. Tha, nuk ka mundësi më ka njerë ma i mirë në ruzullën tokësor se ti, o pejgamberi Allah. Ti e ma i dashuri dhe ma i mirë. Shkurt, e pranoj islamin. Tha, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dikush sa dush mi folë se merr vesh, ama dikujna me mall e merr vesh, edhe e pranon islamin nëpërmjet mallit dhe mirësisë tonë që ti ja jep. E prandaj mungesa dhe ai gërçi i kooperacijës njerëzve ndaj muslimanëve e ban edhe zemrën e egër në mesin e tyre. Prandaj muslimani, sidomos në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit, duhet më koni kujdesshëm edhe me dhënë e hedije për me shtu dashnien. Bashkë kur të kish ndonjë konflikt, bleja një hedije se Allah i shton dashni reciproke. Edhe ti nëpërmjet hedijes kimi fitue zemrën atina. Për fat keq. Piku duhet më anis hedijen, pi njeriu që e ki më të afërt. Kanë e ki më të afërt, prindit bleje hedije, nanës bleje hedije, babas bleje hedije, a i kena blejna, kur i blejna na? Allah i na falt. E dyta, bleje gruës, që ajo gruë e cilat ka lindë fëmijën tëndë, ajo cilat t'i lanë teshat, ajo cilat kujdeset për ty, bane një kujdes të veçantë, shtohet edhe dashnia, shtohet edhe udhëzimi dhe hidajeti. Unë jena të folë për hedije dhe dikujt largë që ta afrosh afër islamit. Ti e ki babën e udhëzum, nanën e udhëzum, vllaun e udhëzum. Hedija është për krejt njerëzit, se nëpërmjet hedijës se lidhen në zemrat e njerëzve. E të ja, s'ki nevoj me lidhë zemrën për nanën ma shumë, e për babën, e për vllaun, e për evladin, e për mingjën, e për dajen, ashtë me radhë. Të na në udhëbila ka dikush që i blen hedija ata shka se ka një qa. Apo? Ka. Për shka? Për t'ja përfitu zemrën asaj, ka fitu xhenemin, dynja dhe në ahiret. Atëherë përfitoja xhenetin nëpërmjet dhuratës gruës që ja jep. Nanës, dajës, akrabas, farefisit, shokit. Prandaj një prej sebepeve të përfitimit zemrës vllaut, mos ta na shkalojna, wala tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, mos e nënçmo dhe e vogël më kanë një send. Se jetë në zemrën tënde. Dhe bëhet shkak i udhëzimit.